edhe kam gjetë veten shumë mirë këtu. Ndoshta jam pishman veç që nuk jam kthyer hala më herët në shtetin e Kosovës me kontribu këtu. Jam, domethënë, plotësisht i kënaqur që jam kthyer në vendin tim, po kontribuoj në vendin tim, edhe po që jam anetin e gjyshit deri në fund, që ka qenë gjithmonë me kontribu të mirën e vendit, atë dhëut të Kosovës. Në Lojë Grakuçi të komunës së Klinës, shkenca natyrore, kam kaluar në shtetin e Italisë. Në shtetin e Italisë realisht nuk e kam njoft as pak. Ma shumë ka lind si ide entuziazmit që shumica e bashkëmoshatarëve të mi po dalin jashtë vendit, du me provu sfida të reja. Edhe kom dal pas vdekjes gjyshit, që realisht në menej se nëse ai shkon gjallë nuk më kish leju me bo asnjëherë një hap tillë, po ka ndodhur kjo kur i kom pas domon kam mbushur 16-17 vjeçare. Kam kaluar në shtetin e Italisë, atje jam regjistruar, kam viju studimet në shkencat e avancuara, apo siç njihet në Kosovë shkenca natyrore. Kam tregu suksese jashtëzakonisht të lartë, sepse niveli atje i gjuhës, kur unë kam shku ka qenë 9-0, realisht nuk kam njoft asnjë fjalë gjuhës italiane, për shumë pak kohë kam arrit me pavarësu gjuhën italiane, në atë aspektin me ditë me kon me fol rrjedhshëm. Edhe kam tregu suksese gjatë ciklit të arsimit atje, kam marrë pjesë në disa gara të janë organizuar prej asaj shkolle, kam nxjerrë vendin e parë në shkencat e aplikuara në Brescia, apo në atë vendin ku unë kam jetuar, në atë region. Shkollimi rrëfense në Itali po i shkonte shumë mirë, por zemra i kishte mbetur në Kosovë dhe në momentin që mori për krajin e familjes, nuk hezitoi për rikthim. Me një kohë e kam po që atë pjesën që me kontribu për atë dhe, kom di prej momentit ndoshta pi vitit parë që kom kalu në shtetin e Italisë, po gjithmonë jam skeptik në atë aspektin, a mu kthy se shumica njerëzve tentojshin me dal jashtë vendit, mu kthy dëshira, mu kthy në vendin tim me kontribu. Edhe përpos dëshirës e di që amaneti gjithmonë i gjyshit ka qenë me kontribu në vendin tan. Unë jam tash realisht përfundim studimeve të stomatologjisë, edhe kam dashur gjithmonë me kontribu në vendin tim, ato ku po jetojmë e po veprojmë. Pas disa vitesh që kam kaluar në Itali, kemi arrit me kriju disa kushte më të mira qëndrueshme, me thonë financiare, pasi paraprakisht siç e theka nuk e kemi pas të kushte, edhe mundësia domethënë që më rikthy në Kosovë ka qenë, edhe këtë dëshirë që e kam pas brenda meje, e kam marrë edhe për krajen e Hoxhës tim Petritit, siç e theka edhe më përpara. Petriti domethënë ka qenë ish ushtari i OÇK, siç e thekë edhe migja jam, edhe në moshën 16 vjeçare ja ka filluar vetë me kontribu në Ushtrinë Shërimtare të Kosovës. Ai e din më mirë ndoshta se gjithkusht tjetër, edhe më kanë frymëzuar më shumë se çdo kusht tjetër për këtë frymën atë dashurisë. Edhe kjo frymë tani e kam diskutuar me to, edhe ai ka qenë i afërt me babin më shumë, më i lidhur, e ka treguar edhe babi që ky djalë mundet edhe me ecë edhe në Kosovë, nuk do të thonë që përfundon karriera e tij nëse ky kthehet në Kosovë. Realisht unë jam kthy në Kosovë që disa vite, edhe kam gjetë veten shumë mirë këtu. Ndoshta jam pishman veç që nuk jam kthyer hala më herët në shtetin e Kosovës me kontribu këtu. Jam, domethënë, plotësisht i kënaqur që jam kthyer në vendin tim, po kontribuoj në vendin tim, edhe po që jam anetin e gjyshit deri në fund, që ka qenë gjithmonë me kontribu të mirën e vendit, atë dhëut të Kosovës. Ndonë se lindi pas luftës në vitin 2000, vazhdimisht ishte interesuar për historinë e të parëve të tij, duke mësuar traditat dhe gjithashtu edhe lidhjet e gjakut. Jam shumë krenar që jam nep i kësaj familje, për shumë arsye, për arsyen e parë që kjo familje ku jeni ju sot, për cilën ju falenderoj që keni gjetë kohën me na vizitu, është një familje që i përket një familje tipike shqiptare, për shumë arsye. 3 më kryesorët, cilat kisha dashur mi cek, janë 3 tiparët kryesorë që do të mi pas një familje tipike shqiptare, cilat janë atë dhe dashuria, mikpritja dhe bujaria. Na këtë pjesën atë dhe dashurisë, na nuk është që veç që kemi dasht atë dheun, nuk është që kena pas vetëm dëshirë me kontribu për atë dheun,